Përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Harta teritoriale e bashkive pritet të ndryshojë në mënyrë të njëanshme me propozimin dhe votat e mazhorancës në kuvend. Sipas burimeve në zgjedhjet lokale të vitit 2027 nuk do të shkojnë më shumë se 50 bashki, ndërsa sipas ekspertëve janë 14 njësi vendore, më të rrezikuara sipas kriterit ekonomik, financiar, funksional dhe demografik. Harta teritoriale e bashkive pritet të ndryshojë në mënyrë të njëanshme me propozimin dhe votat e mazhorancës në kuvend. Socialistët po e çojnë deri në fund kërkesën për të reduktuar numrin e njësive vendore, jo në mënyrë drastike, por pak më të moderuar. Sipas burimeve, në zgjedhjet lokale të vitit 2027 nuk do të shkojnë më shumë se 50 bashki. Sipas raportit analizës së ekspertëve të socialistëve, janë 14 njësi vendore më të rrezikuara sipas kriterit ekonomik, financiar, funksional dhe demografik. Qarqet më të prekur janë Gjirokastra, Berati, Elbasani, Shkodra, Fieri, por nuk përjashtohet as Tirana. Pavarësisht llogaritjeve territoriale dhe elektorale të majteve, tre bashki minoritare, edhe pse me tregues shumë të dobët, nuk mund të preken. Në dokumentin e ekspertëve identifikohen rastet që kërkojnë trajtim të veçantë për shkak të identitetit historik, kulturor, pakicave kombëtare ose kërkesave të ngritura gjatë dëgjesave publike. Për të kyçur disa bashki, socialistët kanë hasur në disa vështirësi, distanca e largët e disa qyteteve me qendrat apo me ato fqinje. Raporti veçon në mënyrë të posaçme Tropojën, Fusharzin dhe Imarën, duke shkruar që për këto zona sfida kryesore nuk është domosdoshmërisht ndryshimi i kufive administrativ. Mazhoranca do të presë deri në 23 korik opozitën, në rast të kundër deri në fillim të tetorit. Ata duhet të sigurohen që të mos ketë asnjë rrjedhje votash për të garantuar 84 kartonat jeshil të nevojshëm. Mungesa e mundësive dhe ekonomia e dobët, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve vlonjat dhe veçanërisht pensionistëve janë të privuar nga e drejta për të bërë pushime. Sipas tyre, tarifat për çadra dhe shezllonët nuk i përballojnë dot, ndërsa kërkojnë më shumë hapësira publike falas për ta. Një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve vlonjat dhe veçanërisht pensionistët janë të privuar nga e drejta për të bërë pushime. Kjo jo nga mungesa e mundësive, vendeve apo plazheve se ku mund të pushojnë, por nga ekonomia e dobët e cila nuk i lejon, siç tregojnë edhe ata vetë, të pushojnë siç dëshirojnë. Pensionet dhe pagat janë tepër të ulta, duke bërë që pushimet për ta të kthehen në një luks. Tarifat e vendosura për çadrat dhe shezllongët nuk i përballojnë dot, duke u detyruar të pushojnë në hapësira publike, aty ku marrin çadra me vete dhe ulen në bregdet. Pushuesit tregojnë se duhet të kenë më tepër mundësi se ku mund të pushojnë, më tepër hapësira publike falas për ta. Gjithashtu, sipas tyre, shteti duhet të ndërhyjë edhe në përmirësimin e gjendjes së tyre ekonomike, duke nisur nga rritja e pagave dhe pensioneve. Po ne pensionistët na ka hequr nga disa fare. Ka vajti ka disur aty poshtë. Por thonë hoja qave këta, edhe ka ngerë tash si. A janë pushime përballueshme me pensionin? Absolutisht janë me pensionin janë përballueshme. Vesh paguaj ashtu dhe 7.000 lekë ka dhënë ajo, ato. Edhe vetëm shpenzime ditore nuk deli për 5 ditë, jo për një muaj. As nuk deli, as pensioni sa është, jo. Nuk flas vetëm për vetën tira, flas përgjithësi për musat pensionistë. Plazhi është shumë mirë këtu. Ku t'ja ka quar aty? Oj të ftohtë ja ka quar. Se banorët janë këtu. Banorët e Vlorës janë skele këtej, ose zëmat pjesën tjetër të plazhit tjetër. Pensioni po se dihet se është problemi ditës, po plazhi pse e hoqi këtej? Plazhi publik pse e hoqi këtej? Ore vaj ka heq fare, lere me lek shtu. Po kam apel që plazhi që ka qenë plazhi publik dhe të kthehet me një tarif. Unë nuk them që të mos ketë tarif fare. Po të ketë një 2-3.000 lekë simbolike për të dalë ato shpenzimet e punëtorit që shërben të paktën. Dhe punëtori nuk bënojnë gjithë madhe, po hajtë, po e zëmë se shërben. Se më shumë e majnë vetë njerëzit, atë se sa. Po 7.000 lekë, si dhe konkuroj privatin me 7.000 lekë ajo? Kretare bashkisë. Po 10.000 lekë ka bërë privati. 7 e kishen fillim e bërë 10, s'ka problem. Po është privati, ai që i ka xhepi dhe vetë pushoj. Po 7.000 lekë, si dhe konkuroj? 7.000 për 7.000,
Me këto plazh që ka bërë me 7.000 lekë çadrën nuk ja dalim dot. Dhe prandaj vim rrim këtu në rër. Po, zgjidhje tjetër patjetër se nuk ja dalim dot. Ne nuk shkojmë te ujë ftoft. Pensionista tikim deri te ujë ftoft që i ka pa lekë ajo. Zgjidhja është që atë plazh ta bëjmë me 2-3.000 lekë. Këtu. Për ne. Tarif më tullët. Po patjetër gjithë popullsia duhet ketë më mirëqenie ekonomike, jo vetëm Flora. Se është në përgjithësi kjo, them që do arrihet. Shpresa vdes e fundit. Ja pensionit të më ngrihet, po me këtë pension nëse unë 120 marë, jam akoma më poshtë. Po hajde mëre, qarë do bëjmë si, vëndi ku vëndi. Po ato që duham ne nuk i kemi gjitha, po hajde, qarë do bëjmë. Ja të ngrihet pensioni. Të ngrihet për ne, që i kemi të ulta duhet ngrihet pensioni. Atje duhet të dikojnë të gjithë të pensioni ullët, se i kemi shumë të ulta. Ja kaloj deti është shumë i mirë, i pastër që është më kryesore, vetëm puna e këtyre shezlloneve që i kanë sjellur ata deri tutje. E mundësi ekonomike kam që rri këtu të shkallët, se të rri shezllon nuk rri dot, se pensioniste jam. Megjithatë, ata që u pëlqen rrinë atje. Qua qyqja, po si do që rrisit. Qështa jo, i dua sa që keme të, po s'ka mundësi. Unë jam pensioniste, me gjithë tim shoqë. Normal, pensionet nuk përballohet me pensionet. Se kemi ilaçe, marrim ilaçe, jemi të sëmurë. Pensionet, po qaj 180.000 që marrun. Pa diskutim, me çmimet që janë, duhet që pensionet të janë të ulta, nuk përballohet. Besnikët e Bregdetit në çdo stin mbeten qytetarët vlonjatë dhe veçanërisht ata në moshën e pensionit. Pavarësisht mundësive të pakta ekonomike, ata i gjejnë mënyrat për të pushuar, dikush në gur, të tjerë në shkallë dhe shumë në plazhe publike, duke vendosur çadra personale. Shtimi zjarreve edhe në Vlorë, qytetarët kërkojnë ashpërsim të ligjit për çdo që vendos zjarr, një masë parandaluese sipas qytetarëve dhe ndërhyrja në kohë zjarr fikses dhe emergjencave civile, por që për këto shërbime duhet investuar në pajisje dhe bazën materiale. Ditët e fundit në qarkun e Vlorës, por edhe në rang vendi, janë shtuar vatrat e zjarrit, ku shumë prej tyre dyshohet se kanë qenë të qëllimshme. Qytetarët e Vlorës thonë se duhet të kemi ashpërsim të ligjit për çdo që vendos zjarr. Qytetarët e vendosin theksin tek zjarrvënjet e qëllimshme, teksa sipas tyre, kushdo që vendos zjarr kryen një krim dhe duhet të dënohet si i tillë. Një masë parandaluese që mund të merret për menaxhimin e situatave nga zjarret, sipas qytetarëve, është edhe ndërhyrja në kohë zjarr fikses apo shtapave të emergjencave civile, por për këto shërbime duhet investuar në pajisje dhe bazë materiale. Tepër e rëndësishme është edhe monitorimi nga ajri i territorit, që qytetarët thonë se parandalon rastet e zjarrvënieve të qëllimshme. Sipas tyre, investime duhet të ketë edhe në monitorimin me kamerat të qytetit, veçanërisht zonave të riskut. Duhet të marrin masa ata që janë kompetent për këtë punë, edhe ata të zjarrfiksës, edhe bashkit në për qytete. Po për zjarrvënjet e qëllimshme. Ata që kanë bëjnë zjarrfës që ndryshme duhet vënë ati ku kanë vendin, të dënojnë. Çfarë masa është? Në burg, ai që vetë hapë ndes zjarr. Është krim zjarrvënia e Po pa diskutim që është krim. Ndërkohë, duhet investuar ndoshta edhe për monitorimin e territorit në ajri me mjete inteligjentë. Patjetër. Është më kryesor. Keni një apel për qytetarët në kuadër të këtij diskutimi? Qytetarët duhet të kenë kujdes, sidomos ata që pinë cigare, kupton, apo ashtu duhet të kenë shumë kujdes, kupton, sepse tani temperatura është e lartë dhe zjarri është ashtu siç është hapur. Bën shumë dëme. Për situatat e agravuara të zjarrit. Mendoj duhet merren masa. Çfarë masa është? Edhe shteti duhet marrë masa, edhe për persona duhet marrë masa, jo më kapën mua duke vënë zjarrin edhe hajde lere tiket, po duhet marrë një farë dëshkimi, duhet kënë që duhet marrën qik frikë, njerëzit. Po me burka, me paraburgima, me gjoba, me sipas dëmit do bëhet. Duhet shumë kujdes.
Duhet shumë kujdes. Ke një apel për qytetarët? Edhe një që pi cigare ta ketë kujdes, mos të hedh aty te rruga, se me cigare mund djegësh gjysht e Vlorës. Kështu i duhet jemi kujdesshëm herë. Po ja këto që të kenë kujdes. Të tregon shumë kujdesshëm. Faleminderit. Se nëse nuk do ketë do njeriu, s'ka nga bie zjarri nga qielli do vi. Ku kanë qenë ata të zjarrit? Jo, te Kuzbabaj, Po, ku do? si e shohën. Po, nuk duhet bjen zjarrit. Si e shohëm ne. Çfarë duhet për ta menaxhuar më mirë situatën? Para duhet ndërgjegjësohen njerëzit që të mos as çakmak nuk duhet mbajnë. Po për persona që dyshojnë për zjarrin e qytetit. Çfarë masaje? Pa zjarën si të qëllimshëm duhet marrën dënimin maksimal. Se është njësoj si për vret njeri. Po situata nga ajri apo territori nga ajri apo me kamera duhet të investohet që mund të monitorohet? Nëse nuk monitorohet është gabim, duhet monitorohet, se andaj nga do ruhet më. Po, zjarët duhet të ketë kujdese. Po për persona që dyshojnë për zjarrin e qytetit. Në burg, ku ka? Si, më djegë shpinë mua atje dhe mos vejnë burgaj? Duhet shtuar vepra penale ose dënimi për të... Po në burg mos i nxjerrin më. Pjesa më e madhe e vatrave aktive të zjarrit të rëna në qarkun e Vlorës ditët e fundit janë në kullota apo pjesë me shkure dhe barishte. Zjarri këtyre hapësirave u është vendosur qëllimisht për pastrimin e tyre dhe hapjen e territoreve të reja, por flakët kanë dalë jashtë kontrollit. Deri më tani konfirmohen 10 hektar të djegur në rang qarku, fatmirësisht pa viktima. Një atentat i ndodhur mbrëmjen e së premtes në lagje numër 4 të Sarandës kishte në shënjesër 50 vjeçarin Thimjo Rubati, i cili u qëllua me 3 plumba para biznesit të tij nga 2 persona të maskuar me skafandra. 50 vjeçari plagosur u nis drejt spitalit të Janinës, ndërsa është jashtë rrezikut për jetën. Një atentat i ndodhur mbrëmjen e së premtes në lagjen numër 4 të Sarandës kishte në shënjestër 50 vjeçarin Thimjo Rubati, i cili veti i plagosur. Rubati i njohur edhe me emrin tjetër Sandri Rubati u qellua me 3 plumba para biznesit të tij nga 2 persona të maskuar me skafandra, të cilët u larguan menjëherë nga vendi i ngjarjes me një motomjet. Emri 50 vjeçarit nuk është i panjohur për policinë. Në vitin 2022 ai ishte arrestuar për trafikim të miturve, ndërsa në vitin 2012 për rëmbimin e një 16 vjeçareje. Pas plagosjes, Rubati u transportua drejt spitalit të Janinës për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore për shkak të plagëve të marra. Megjithatë, sipas raportimeve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë, pas plagosjes në vendngjarje mbritën forca të shumta e policisë të komisariatit të Sarandës, të cilat rrethuan zonën dhe kryen veprimet e para hetimore për zbardhjen e rrethanave të atentatit. Për ngjarjen edhe policia ka dalë tashmë me një njoftim zyrtar për shtyp, në të cilin thuhet se rreth orës 21:15 të së premtes në lagjen numër 4 në Sarandë, në rrethana ende të paqarta, është plagosur me armëzjarri para biznesit të tij një shtetas 50 vjeçar. Ai është transportuar në spital ku edhe ka marrë ndihmën mjekësore. Shërbimet e policisë njërë pas ngjarjes kanë mbritur në vendngjarje dhe kanë vijuar kontrollet intensive në zonë për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Nga të dhënat e para, dyshohet se autorët kanë qenë 2 persona me skafandra, të cilët janë larguar nga vendngjarja me një motomjet. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së Sarandës po vijon veprimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Policia e Sarandës ka arritur të identifikojë 3 autorët e dyshuar të kanosjes dhe rajës së oficerit të policisë Mihal Velço mbrëmjen e së njëjtës në Sarandë. Sipas burimeve bëhet fjalë për 3 persona me precedencë penal, të cilët janë shpallur në kërkim. Blut e qarkut të Vlorës kanë arritur që të identifikojnë 3 autorët, 3 të rinj, të cilët dhunuan efektivin e policisë Mihal Velço në Sarandë. Ngjarje e ndodhur përgjatë mbrëmjes së ditës së njëjtë. Gjithashtu, policia e qarkut ka shpallur në kërkim 3 të rinj, mbi të cilët rëndojnë disa vepra penale.
Policia e Sarandës ka arritur të identifikojë 3 autorë të dyshuar të kanosjes dhe rrajës së oficerit të policisë Mihal Velço mbrëmjen e enjtes në qytetin e Sarandës. Sipas burimeve bëhet fjalë për 3 persona me precedent penal, të cilët janë shpallur në kërkim. Ata janë Andrea Rubati, 27 vjeç, Antonio Lefteri, 30 vjeç dhe Ëngjël Dalanaj, 30 vjeç. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23 të së enjtes, kur shtetasi Mihal Velço, 32 vjeç, oficer policie në komisariatin e policisë Sarandë, ka njoftuar sallën operative në komisariat se në lagjen numër 4 në afërsi të një restoranti, 3 persona që lëviznin me motomjet e kanë goditur për shkak të detyrës dhe e kanë kanosur me thik, duke tentuar ta godasin pasi u është identifikuar si oficer policie dhe u ka kërkuar të mos kryejnë manovra të rrezikshme në qytet. Menjëherë pas ngjarjes, autorët e dyshuar janë larguar me shpejtësi me motomjetet e tyre. Nga ana e policisë, pas informacioneve të marrë dhe pamjeve filmike të përfituara, është bërë i mundur identifikimi i autorëve të dyshuar. Të 3 personat rezultojnë me precedent të mëparshëm penal. Sipas burimeve zyrtare policore, oficeri i policisë së Sarandës është paraqitur pranë prokurorisë, ku ka depozituar kallëzim penal në lidhje me ngjarjen. Me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar, gjatë natës janë ushtruar kontrolle në vendet ku dyshohet se fshihen autorët, si dhe është ushtruar kontrolle në banesat e këtyre 3 personave të cilët tashmë janë të shpallur në kërkim dhe të identifikuar nga policia e Sarandës. Të 3 shtetasit e lartë përmendur janë tashmë të shpallur në kërkim dhe dyshohen për kryerjen e veprës penale, goditja për shkak të detyrës dhe kanosja të parashikuara nga nenet 237 dhe 84 të kodit penal, vijojnë burimet policore. Policia kufitare Vlorës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur pranë ishullit të Sazanit, ku 11 emigrant nga vendet e treta rrezikuan jetën gjatë tentativës për të kaluar me gomone drejt Italisë. Në pranga ka rënë një 43 vjeçar nga Afganistani, i cili dyshohet se organizoi transportin e palishëm të emigrantëve drejt Italisë. Policia kufitare e Vlorës zbardh ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme pranë ishullit të Sazanit, ku rrezikuan të mbyteshin 11 emigrant nga vendet e treta, të cilat lundronin me një gomone. Identifikohet dhe vjen në pranga organizatori tentativës për t'i transportuar drejt Italisë. 43 vjeçarin nga Afganistani kishte organizuar nga Greqia futje në mënyrë të palishme në Shqipëri, të 10 shtetasve të huaj me qëllim transportimin e tyre më pas drejt Italisë. Gomonen e kishte marrë në Sem, Afie, në vendi që i ishte dërguar si lokacion nga shtetas shqiptar, i cili është ende i pa identifikuar. Vion puna për identifikimin dhe kapjen e tij. Specialistët për hetimin e krimit në Drejtorinë Vendore të Kufirit të Migracionit Vlorë, në bashkëpunim me prokurorin pas hetimeve të shpejta dhe profesionale të kryera në lidhje me ngjarjen e djeshme pranë ishullit të Sazanit, arrestu në flagrancë për veprën penale ndihma për kalim të palishëm të kufive, shtetasin ME, 43 vjeç nga Afganistani, i cili ndodhej në gomone. Gjithashtu proceduan penalisht për veprën penale kalimi i palishëm i kufirit shtetëror 10 shtetasit e tjerë nga Bangladeshi, Pakistani, Liberia dhe Haiti, që u gjetën në bordin e gomones. Nga veprimet e para hetimore, rezultoi se shtetasi ME në bashkëpunim me një shtetas shqiptar ende të pa identifikuar kishte organizuar nga Greqia futje në mënyrë të palishme në Shqipëri të këtyre shtetasve nëpërmjet kufirit me shtetin grek. Më pas në Sema të Fierit, ai kishte marrë gomonen e lënë në dispozicion nga shtetasi shqiptar dhe do të transportonte drejt Italisë 10 emigrantët nga vendet e treta. Strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Vlorë në bashkëpunim me prokurorin vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje, identifikimi dhe kapjen e shtetasit shqiptar të përfshirë, si dhe të personave të tjerë të implikuar në këtë tentativë për kontrabandimin e emigrantëve nga vendet e treta drejt Italisë. Muzet në Vlorë vijojnë të mbeten ndër atraksionet më të kërkuara për të vizituar, veçanërisht nga turistët e huaj gjatë sezonit turistik, por prej 2 sezonesh turistik, vizitorët janë privuar nga mundësitë për të parë muzeun etnografik, një prej muzeve më të rëndësishme të qytetit të Vlorës. Muzet janë ndër atraksionet kryesore të kërkuara nga turistët e huaj, të cilët kalojnë pushimet e tyre verore në qytetin e Vlorës me qëllim për të vizituar, për të njohur historinë apo traditat e Vlorës. Punimet e cilat kanë nisur në shkurt të vitit 2025 për muzeun e paraqit në qytetin e Vlorës kanë pezulluar edhe muzeun etnografik, i cili ndodhet në krah të tij. Ai tashmë nuk është më i aksesueshëm nga turistët vendas apo të huaj prej muajit shkurt të vitit 2025 dhe nuk dihet ende se sa do të vijojë të mbetet në këtë gjendje. Kjo dhe për vetë faktin pasi punimet nuk janë duke ecur me ritmin e kërkuar. Ato kanë nisur në shkurt të 2025 dhe parashikohet të përfundojnë për gati 20 muaj, por duke pa ritmet të duket si ky afat do të shtohet edhe më tej, çka do të thotë që edhe muzeu etnografik do të vijojë të qëndrojë ende i mbyllur. Muzet mbeten ndër atraksionet më të kërkuara për të vizituar veçanërisht nga turistët e huaj gjatë sezonit turistik, por edhe për gjatë pjesës tjetër të vitit.
Qëllimi i vizitorëve është të njihen më nga afër me historinë, kulturën dhe traditat shqiptare, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të identitetit të vendit. Por, prej 2 sezonesh turistik radhazi, si turistët vendas ashtu dhe të huaj, janë privuar nga mundësia për të vizituar një prej muzeve më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, Muzeun Etnografik. Ky muze, i cili prezanton traditat, mënyrën e jetesës ndër vite, veshjet popullore dhe elementet e trashëgimisë kulturore shqiptare, vijon të qëndrojë mbyllur që prej muajit shkurt të vitit 2025. Shkak për këtë situatë janë punimet për ndërtimin e muzeut hebraik, të cilat kanë sjellë rrethimin e gjithë zonës dhe si pasojë dhe mbylljen e hyrjes së muzeut etnografik. Për pasojë, muzeu mbetet i paarritshëm për vizitorët në një periudhë ku fluksi i turistëve është në kulmin e tij. Ndërkohë, shumë kush vlerëson se mund të ishte gjetur një zgjidhje alternative që do të mundsonte aksesin e turistëve në muze, të paktën gjatë kohës që vijojnë punimet. Edhe vetë punimet për muzeun hebraik duket se po ecin me ritme të ngadalta, edhe pse kanë mbetur rreth 4 muaj nga fati parashikuar për përfundimin e projektit. Në teren nuk vjet re një intensitet punimesh, që të lë të kuptohet se objekti do të jetë gati në kohën e caktuar. Kjo situatë rrezikon të zgjasë edhe më tej mbylljen e muzeut etnografik, duke lënë Vlorën pa një tjetër pikë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, pikërisht në një periudhë ku interesi i turistëve për historinë dhe kulturën shqiptare mbetet i lartë. Deri më tani nuk ka një afatë të qartë se kur muzeu etnografik do të rijap dyert për vizitorët. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka organizuar dëgjesën publike në kuadër të projektit për restaurimin dhe muzealizimin e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë, ndërsa u prezantua koncepti i parë arkitektonik dhe identiteti vizual i këtij institucioni me rëndësi të veçantë kombëtare. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka organizuar dëgjesën publike në kuadër të projektit për restaurimin dhe muzealizimin e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë. Grupi projektimi dhe ekipi përgjegjës për linjën muzeore kanë prezantuar konceptin e parë arkitektonik, muzeologjik dhe identitetin vizual të këtij institucioni me rëndësi të veçantë kombëtare. Gjithashtu është zhvilluar një konsultim i hapur me institucionet, ekspertët dhe aktorët e interesit me synim mbledhjen e komenteve dhe rekomandimeve që do të kontribuojnë në përmirësimin e zgjidhjeve të propozuara për këtë objekt ndër më të rëndësishmit e trashëgimisë sonë kombëtare. Projekti përfaqëson një hap të rëndësishëm për ruajtjen, promovimin dhe rivlerësimin e historisë së pavarësisë, duke i forcuar njëkohësisht rolin e Vlorës si destinacioni i turizmit kulturor dhe historik. Diskutimet e ekspertëve të trashëgimisë kulturore, historianëve dhe grupeve të interesit u përqendruan tek vlerat historike dhe simbolike që mbart ky objekt për Vlorën dhe gjithë Shqipërinë, si dhe të ndërhyrjet restauruese dhe konservuese të nevojshme në godinën historike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia bën me dije se projekti parashikon rikonceptimin e linjës muzeore, pasurimin e mënyrës së interpretimit të fondit muzeor dhe zhvillimin e elementeve të digitalizimit si dhe identitetit vizual. Ministri shton se ky proces konsultimi përbën një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një muzeu modern që ruan autenticitetin e vendit ku hodhen themelet e shtetit shqiptar dhe afron historinë e pavarësisë me brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Bëhet me dije se pas reflektimit të sugjerimeve dhe finalizimit të detajeve nga grupi projektimit do të zhvillohet dhe një dëgjesë e dytë publike për prezantimin e projektit të përfunduar. Prej 11 qershorit, kampionati botëror i futbollit ka mbajtur të gjallë interesin e qytetarëve vlonjat, të cilët nuk kanë munguar të ndjekin përballjet e këtij kompeticioni. Tashmë që kampionati ka mbërritur në fazën finale, vlonjatët ndajnë opinionet e tyre mbi nivelin e këtij edicioni dhe pritshmëritë e trofeut në fund. Për gati një muaj duke nisur nga 11 qershori, kampionati botëror i futbollit ka mbajtur të gjallë interesin e qytetarëve vlonjat, të cilët nuk kanë munguar të ndjekin përballjet e këtij kompeticioni. Pavarësisht orareve jo gjithmonë të favorshme, për shkak se ndeshjet u zhvilluan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, shumë qytetarë kanë qëndruar para ekraneve për të mbështetur skuadrat e tyre të preferuara. Tashmë që kampionati ka mbërritur në fazën finale, vlonjatët ndajnë opinionet e tyre mbi nivelin e këtij edicioni dhe shprehin se cilën skuadër besojnë se do të ngrejë trofeun në fund. E ke ndjek me që kampionat botëror? Kam ndjekur, si se kam ndjekur. Me ki e tifos? Me atë gjira uniku. Me ki ishe? Brazil. Me? Me Brazilin. Kush e fiton finalen tani? Argentina apo Spanja? Prognozimin tepër ka Spanja. Tepër. Prognozi varet. S'do bëj Argentina
si që bëri me Anglinë. Anglia pati fajnë vetë, që u kthye në mbrojtje, pra Anglia do të shfituar. Me shumë qetësi, se dhe vap ka qenë shumë vap. Gjithsesi e ke ndjekur. Po, pa diskutim. Me kjetë? Po, këto dy, unë jam Brazilian e me Milanin. Faktikisht me Italin jam, po, ande jam me Brazilin. Po që këto të dyja meritonin, edhe Argentina edhe Spanja. Spanja është e pa diskutueshme. Kush e fiton? Spanja. Emi Evropian. Të gjitha ndeshjet? Të gjitha ndeshjet, me Francë, me Brazile, me Hollandë, me të tëra. Në fund, finalja, kush e fiton? Finale më u them Messi, Argentina. Me atë jam tifoz. Me Argentinën. Lojtari mirë, skuadre mirë, me taban, me... Më pëlqen taktika që ndoqi pjesën e dytë. Si mendoni këto dy skuadra në finale? Këto duheshin apo kishte të tjera që meritonin? Nashi unë u zgënjua me Gjermaninë dhe me Anglinë. Me këto dyja u zgënjua shumë. E ke ndjekur gjashtë kampionatin? Jo, ma shumë te këto. Po kjo më pëlqej që tha ky. Shumë Argentina po. Unë ajo kam qefi që ta fitoj. Je tifoz me Argentina? Po, jo, nuk jam, po edhe kështu më pëlqen si. Edhe si lojë, edhe si një. E ke ndjekur kampionatin botror? Të gjithë, edhe në 2 natës, edhe në 1 natës. Me kje tifoz? Thash me Gjermaninë. U zgënjeve në qik? U zgënjem shumë, jo pa. Po jemi në finale, kush e fiton? Qefi më ka ta marri vetëm Evropa. Spanja? Po pa tjetër Spanja. Po kështu ndeshje si ti janë dukur? Cilën ndeshje për shumë? Ato që ke parë? Po dhe janë shitur ca. Po. Sa ndeshje ke ndjek apo? Të gjitha. Je tifoz? Jam sportdas, jo tifoz. Me kë? Me kë skuadër? Me Shqipërinë. Po në botror? Në botror, s'jam me asnjë, mjafton që jetë në Evropë. Kush e fiton? Kupë botës. Spanja. Dua unë ta fitoj. Si janë dukur ndeshjet këtë vit? U qfryn ata të mëdhenj, gjoja të mëdhenj, po anë ekipe shumë të rënda dhe u bëri shumë mirë ajo Argentina dhe Spanja, të dyve. Se u shërritur mendja, u janë që bukushë. Ky kampionat botror u zhvillua për herë të parë në 3 shtete njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, si dhe solli një risi të rëndësishme me zgjerimin e numrit të skuadrave pjesëmarrëse në 48. Një ngjarje sportive që u ndoq me shumë interes dhe nga qytetarët e Vlorës gjatë të gjithë muajit, të cilët mbështetën ekipet që besonin se kishin potencialin për të triumfuar në fund të këtij kompeticioni. Smartphoni dhe rrjetet sociale po veprojnë si kokaina apo drogat e reja sintetike, ato ndryshojnë qendrat e trurit që lidhen me kënaqësinë dhe shpërblimin, duke krijuar varësi dhe gradualisht duke larguar të rinjt nga marrëdhëniet njerëzore dhe bota reale. Smartphoni dhe rrjetet sociale po veprojnë si kokaina apo drogat e reja sintetike. Ato ndryshojnë qendrat e trurit që lidhen me kënaqësinë dhe shpërblimin, duke krijuar bashkësi dhe gradualisht duke i larguar të rinjt nga marrëdhëniet njerëzore dhe bota reale. Në një botë rinore që përballet me një shqetësim të fshehur, të paqartë dhe shumë formësh, të cilin prindrit shpesh nuk arrin ta dallojnë, vetë koncepti i drogës ka ndryshuar. Ai nuk përfshin më vetëm substanca tradicionale narkotike, por dhe sjelljet kompulsive në botën digjitale të afta të ndryshojnë perceptimet shqisore dhe njohëse, po aq sa një lëndë narkotike. Alarmin e jep njësia e psikiatrisë klinike dhe urgjencës në Poliklinikën Xhemeli të Romës. Varësitë nuk kufizohen sipas saj vetëm te drogat klasike, të cilat vazhdojnë të jenë fatkeqësisht shumë të përhapura, por po shndrohen gjithnjë më shumë në çrregullime të rënda të sjelljes dhe të përdorimit të teknologjisë. Të dhënat tregojnë se 10 mijëra adoleshentë italian vuajnë ose janë në rrezik të lartë për varësi të sjelljes. Bëhet fjalë për përdorim kompulsiv dhe patologjik të teknologjisë në forma të ndryshme, nga koha e tepërt para ekranit, të rrjetet sociale apo video lojrat. Këto sjellje aktivizojnë të njëjtat rrjete të trurit që stimulohen nga substancat narkotike, duke dëmtuar seriozisht zhvillimin psikologjik, marrëdhëniet sociale dhe edukimin e të rinjve.
Në këtë kontekst vendose dhe analiza e situatës në Itali, ku kufiri mes shqetësimit psikofizik dhe atij virtual po bëhet gjithnjë më i paqartë. Sipas raportit vjetor për Parlamentin mbi fenomenin e varësisë, gjatë të vitit 2025 pothuajse 350.000 nxënës nën 18 vjeç deklaruan se kishin përdorur të paktën një substancë të paligjshme gjatë vitit, që përfaqëson 23% të popullsisë shkollore të mitur, një rritje prej 20% krahasuar me vitin 2024. Substancat më të përdorura mbeten kanabisi dhe kokaina. Përveç përdorimit të drogës, po shtohen dhe sjelljet problematike të lidhura me teknologjinë. Rreth 15.000 nxënës të moshës 11-13 vjeç shfaqin sjellje të lidhura me varësinë nga rrjetet sociale, ndërsa 111.000 nxënës konsiderojnë në rrezik për çrregullimin e varësisë nga video lojrat në internet. Kjo panoramë shqetësuese konfirmohet dhe nga të dhënat mbi varësinë dhe abuzimin me alkoolin dhe drogën. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miru pafshim.